Në udhëkuqjet e historisë nuk ka rëndësi se çfarë petku mban veshur, por duhet që t'jesh në nivel të përgjegjësive morale adhetare. Dhe një gjë të tillë ka bërë edhe Feta Bekulli, i cili në kohën e luftës ka qenë me shërbim hoq në fshatin Rogov, mirë po i ka shërbyer dheut në mënyrën më të mirë të mundshme, prandaj si dëshmitar i atyre ngjarjeve e luftës që na i thot disa fjalë. Nderume nona e Enverit, Enveri i vogël qoftë në fat. E gëzoft jetën, sepse Enveri i madh, apo jetën me jetu jetën Enveri, dhe Envera tjerë, dhe fëmijë tjerë. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, të Enverit dhe Shektiut, bashkë luftëtar, njerëz që kanë bërë kontribut, ju nxënës që jeshoni këtë vend, këto fshetirë gjithmonë, të nderuar pjesëmarrës. Natyrisht që në këto data, në këto përkujtime, kemi atë pjesën e dhimbjes, kemi atë pjesën e krenarisë, dhe natyrisht emocionet e bojmë të vetëm, por unë e thamë që ta dy burra, si që tha kryetari, kam dashur tjetë. Kam dashur, po për me u jetu jeta, mënyrën që shjetonim në atë kohë, nuk ishte jetë. Por do kemi dho jeta për me u jetu jeta. Ronë, dhimbjet e familja dhe krenari, por sot jetojmë të lirë. Une, ty ju nisë kënej, e disha që moli nuk e lenë, ma thonë dhe edhe ty fjallë, e nga ditari im, që kam shumë të saktë dhe çdo mbrëmje që shkru, i gjeta shpejt e shpejt 1-2 letra, nuk e qaj atë, edhe i shkrova, i mora, i shkeva. Njëna është me një korrik në 88. Vërtet. Njëri i dërguar nga Bukuroshi, kemi thonë Hasan Gutës, dhe njoftoj për disa që presin për t'i morë. Duhet më të kujtue, kjo është 36. Ishte kërkes që të vije mësuesi, të kontaktoj me ta sepse kanë një porosi. Shkova me Shefkiun deri në Ratkos. Po para prakisht e kishmi problem se na njëshmi një mësues. Së Zënçani. A i Levicki fort, nuk e dishmi që është një mësues tjetër dikun, po ajde shkojmë deri te 500-shi. Shkum atje në orientur për Ratkos, e gjetë mësuesin këtë bota bojona, aty po është një regull në ato rrethana. Natyrisht mësuesi u gëzu, po lejen tha duhet me morë prej komandant. Smaj Latifi që sot e kam përballë, në një tovolinë atje, shkrujti diçka, mësuesi e mjofton që djemt në kanë orë mirë deri në Gërqin, po kërkojnë me shku unë. Mur lejen prej komandant. Edhe shkuen ne për Rogov, mësuesi organizojmë me shku për Gërqin, dhe kjo tjetra s'me vazhdoj, se ka edhe diçka tjetër për mua, e s'është me rëndësi, ka thirë dikush, Muharremdina Migja Kirçan, për me u taku. Kjo tjetra është me 3 shtatin. Befas u zgjova nga shtrati, mu duk që ta tërkit dikush në nderë. Dola në obor dhe jashtë në rrugë, Veshgova posh, por nuk duket kërkush. Ish ora 5:20 e mëngjesi. Por dihet jemi të marakuosur për fatin e djemve tonë, ende nuk në erdhen. U pshteta prap të pushoj, por trokitje në derë. Ngritëm shpejt, kur dalë në borë, Shefkiu veç ka hymë mrande. Edhe më qërton, theta, alo fjetje, ja.
shoh shefkiun I cili ishte hyrë brenda dhe duke qeshur më qërton potja e thash dhe vërsullet në qafë përqafon sikur vllau. Erdhëm, thot shefkiu, erdhëm mirë, plot dhe shnosh. Ishte gëzim I madh. Shefkiu dhe Musau, do thot Musa Shola, shkuan për t'i marrë me mjetet. Unë shkoj I njoftoj shokët për këtë gëzim të madh që t'jam na kanë orë plot dhe mirë. Presim aty ka ora 10 që të na vinë. Na erdhën me gjithë të mira, tjera hatum, I shpërndam dhe çdo gjë shkoi në rregull. Vllazër dhe motra dhe ju që jeni prezant këtu. Djemë tonë kanë bon luftë pastër. Jo, që mësuesi nga menjambasia, po nga nevoja madhe. Tash, edhe pak e kemë bajramin. Ju I dini që kemi festu ata bajrama, nuk o festa jo. E për me festu bajramin, me pas kuptimin e vetë. Për me jetu jeta, me pas kuptimin e vetë. Ra shefkiu, ra në veri, për të mos vdekun kur. Kaluan në përjetësi, s'ka vdekje për dëshmoret. I kujtojmë me mall, me dhimbja dhe krenari, juve Zoti ju nderoft të gjithë dhe që jeni këtu prezant, për nërës.